A lejohet vendosja e vanthit në hund, në kërcim e veshit, në piercing, nuk kuptohet jo personave që nuk i kemi mahrem dhe allovëritet kjo përgjithësi me jo besimtarë. Vendimi i vanthit, kudo që është ajo, nëse vendon me qëllim zbukurimi për bashortin apo partnerin e jetës, nuk prish punë. Nuk prish punë, por dhe nuk konsiderohet përngjasim me jo besimtar, sepse kjo është traditë e njohur që përmendet në historinë e muslimanëve, edhe pse te na si shqiptar, si komp, kjo traditë nuk është e njohur fort, por do të thotë ka mundësi me has jo në për vende tjera islame, sikurse ka pjesa e Azijës, kryesisht ka mundësi më tepër me has traditë të muslimanëve që praktikojnë një praktikë të tillë. Nëse do të thotë një gjë e tillë femrën e ban më atraktive për bashortin e saj, jo për këtë mahallën, këta kemi parasysh. Për burrin është fjala, jo për këtë mahallën, që t'jemi qartë se për ndryshe nuk lejohet. Dhe lejohet me praktiku këtë zbukurim përderisa është në prezencë të mahremave, babës, vllavit, njerëzit që i ka haram u martu me ta. Në momentin e parë që i vjen nevoja me dalë jashtë, e ka haram gruaja muslimane me vanth në hund del jashtë para burrave të huaj. Duhet me hekat vanth. Përderisa në shtëpinë e vet, me mahremat e vet, me bashortën e vet, i lejohet me mbajtur një gjë të tillë.